Sot dita tradicionale e groshës tu në fshatin tonë që bëhet, është tradit prej shumë vjetës mbahet. Sot kena përgatitur një grosh para për 250 vetë. Sasin që e kena përgatitur ka qenë të 20 kg. 20 kg grosh. Ajo grosha përgatitet, grosh tradicionale, si e përgatitim ne kretë të shtëpia, po këtu me do gjana pak ma ekstra, me thonë. Se tash duhet të përgatitim pak shijen e njënës palë, shijen e tjetës palë. E kështu që me groshës i duhet, saj sasi e groshe, i duhet një 2 orë gjithë sa të bëhet. 2 orë të mira. 2 orë e gjithë bëhet. Grosha e pollogut është ma e mira, por si vjetë kanë qenë edhe kushtet ati, edhe vjetë edhe si vjetë. Kanë qenë kushtet e atilla që shumë pak është prodhu. Se në bjellar kanë qenë mëdhoja, fati madh, mungesa e ujit e ka bo atë vetën. Se grosha e pollogut është grosha ma e mirë që ekziston. Edhe çmimi vetë i groshës e tregon se çfarë kvaliteti është. Në pollog unë do foli tash për gjeneratën time. Unë përpara kam ekzistuar me groshën, që e kena mbjellë si familje. Unë do foli për groshën vetë si individ. Unë për shembull, ne kena mbjellë dhe kena shit me të madhe. Tash me ndrimin e gjeneratave, me ikjen e gjemve të ri nuk mbjellet. Unë mbasi i kam 3 gjem edhe i kam këtu, po s'ka një interes të mbjellin. S'ka një interes të milen me bujqi se s'ka tardhma, s'ka kur gjan. Vullneti jo se po tash ne me këtë organizim që e bëjmë ditën tradicionale, ajo bëhet me atë qëllim që ti nxitim ne të rit, miren me bujqi, miren me pemtari, miren me blegtori, po me agrokultura te ne ka një mungesë. Mungesa e madhe është agroturizmi. Se cili gurbeqari joni ti bere ka 5 veje turist prej jashtë, dal nga dal se reklama ma e mirë, reklama e gojës. Nuk ka nevojë as letra shkruhesh, as reklama të bësh, as ku dhe për cilësh vesh e vesh, gojë në gojë, ajo është reklam. Pa tash të ne është ajo ka ra interesi të rive, ka ra interesi të tash fshatin të orë, në foli për teatrën, fshatin të orë kanë mund t'jem une me 65 vjetë, mund t'jem llogaritëm dikun si mosha mesatare që s'jam për punë. Se mungesa e mos kultivimit rrezikon humbja e groshës të pollogut. Njerë është mungesa e fuqisë punëtore. E dita është e në kushtet klimatike janë ma ekstrem të këqija. Ne jena në fshat ku në mbulon ujë. Ne s'kena ujë për të ujt groshën. Unë të regoj një rastin tim si vjetë personal. Unë e mbjella një 1000 m2 grosh, së në ujta një herë. Do kisha marrë pak prodhim. Pa shkaku ujt më do që krejt, u shkri.